Ndryshe nga disa reparti të tjera të Spitalit Rajonal të Shkodrës, ku fluksi i pacientëve në këtë periudhë është mjaft i lartë, në pediatri situata paraqitet krejt e qetë. Shefja e këtij reparti, Greta Naraçi, thotë se numri aktual i vizitave si në terapinë ditore, ashtu edhe për sa ju përket shtrimeve, është i ulët, kryesisht me viroza të stinës që sjellin të vjella apo temperaturë të lartë. Për fatin e mirë, ne nuk kemi ndonjë situatë të veçantë, zakonisht bile nuk kemi as pak as rritje numrit të shtrimeve në spital, aktualisht janë vetëm 12 fëmijë të shtruar në spital. Mund të thuhet lehtësisht në një rritje e numrit të fëmijëve që paraqiten për vizitë ambulatore ose edhe fëmijë për konsulta apo edhe të terapisë ditore të repartit ku ne i trajtojmë brenda ditët. Ajo që them unë është paraqitja e këtyre fëmijëve është ajo diagnozë që është karakteristike e stinës së nxehtë, pra me çrregullime gastrointestinale, me të vjella, me diare një dy herë, me temperatura të larta dhe pa shenja të tjera. Ato që duhet dhe që kanë nevojë për rehidrim ose kanë nevojë për një mjekim më të fortë se sa mjekimi që jepet shërbimin ambulator, merret brenda ditës në repartin e terapisë ditore dhe më në vazhdimsi kontrollohet nga mjeku i familjes. Mjekja Naraçi këshillon prindrit që të kenë kujdes me higjienën, përdorimin e lëngjeve dhe sidomos të antibiotikëve. Të ketë kujdes temperaturat, është e rëndësishme higjiena e ushqyerjes, është e rëndësishme higjiena e veshjes, pra sipas ndryshimit të temperaturave edhe përshtatja e veshjes, kujdes me gjërat e konservuara është shumë e rëndësishme dhe kjo sa më shumë ushqime të freskëta, lëngje, kryesisht edhe ujë vazhdimisht. Një këshill e veçantë dhe që unë e them gjithmonë është përdorimi i antibiotikëve, kujdes me përdorimin e antibiotikëve, vetëm me rekomandimin e mjekëve edhe kur është e domosdoshme dhe kur ka komplikacione. Megjithse aktualisht situata paraqitet e qetë, mjekja Naraçi thotë se gjatë kësaj periudhe prindërit duhet të mbajnë në kontroll të vazhdueshëm fëmijët dhe nëse shohin gjendje të rënduara shëndetësore të drejtohen menjëherë tek mjeku i familjes e më pas në qendrat shëndetësore.